أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بالسنة من يوم الدين وبعد الله falenderojmë për këtij falet ndim kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush e humbur sa të cilën rend humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë I dërgojmë salavatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij pasë shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmërim lënë radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që në këto minuta që do të kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Pas një pauze do të thotë gati një muaj e kusur, një muaj e gjysmë gati parafërsisht, pasi që ishte Ramazani dhe para Ramazanit kisha unë një farë udhëtimi edhe e kem ndërprej do të thotë shpjegimin e librit apo kapitullit Kitabul Fitan që është në koleksionin e Imam Bukhariut rahimahullah. Kem shpjegu 5 kapituj, kem ardhur te kapitulli 6 që është babun la yati zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu. Thot nuk vjen një kohë përveç se ajo që vjen pas asaj kohe është edhe më e keqe se ajo që ka qenë para saj. Imam al-Bukhari rahimahullah në këtë kapitull përmend 2 hadithe i ka përzgjedh. Është hadithi I Zubair ibn Adiyit ku thot qala atayna Anas ibn Malik فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Kjo është hadithi I parë që transmeton Zubair ibn Adi, thot e tregon këtë ngjarje, realisht kjo është një moment për momente kur ka shku Zubair ibn Adi me shokët e tij. Janë shku te Enesi radiallahu anhu. Enesi e dini ka qenë për shërtorëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë shku me rënku, mu anku për zullumin që përjetojnë prej Hajjajit. Hajjaji ju e dini, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ka qenë një prej zullumçarëve të kohës së tij, do të thotë ka ardhur kur ka ardhur diku në vitin, domethënë në vitin, nëse zgaboj, ka qenë Hajjaji në vitin diku parafërsisht duke ju parafru diku nëse zgaboj vitit 50, nëse zgaboj. Ka qenë zullumçar shumë I madh. Atë shumë ka bos zullum, domethënë në emën të dasht me forcu temelet e khilafetit të Abdul Malik ibn Marwanit. Të dasht, si me thonë me një fjalë, me kënaq prisin e tij. Edhe zullumi I Hajjajit mos sa që atë shumë ka bos zullum, sa që I kanë mbet emri epiteti I kanë thonë Hajjaj zullumi. Ai veçi zullumin e tij do të thotë atë shumë ka qenë, do të thotë vullgar, atë shumë ka qenë zullumçar, sa që domethënë jeta e njerëzve përballë tij u kon diçka shumë, domethënë as që ka diskutu, veç ka urdhëruar vraje, derisa më domethënë zullumit Hajjajit si kanë shpëtuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vjen transmetohet për përmendjes për kjo incidencë, në herë për herë apo kon të ligjëru në hutbë Hajjaji, edhe ka boll lapsoz. Abdullah ibn Omeri u kon prezent. Edhe Abdullah ibn Omeri ka ragu. Ka thonë, sa çashtu që po thush. Nuk ka thonë çashtu që po thush. I ka thonë, oleve aty ka thonë matof. Që. Kuj Abdullah ibn Omeri thotë, ole aty matof, mos është pleçnia jote që s'ka bon. Matof fjala, matof domethënë kur njeri nuk din me logjiku gjërat, domethënë janë nis me ikmendja e kështu me radhë. Janë shku te Enesi kanë thonë, mu anku po gjejmë probleme, do thot,
rënkes për balë zullumit të Hajjajit, çka me bo? Enesi radiallahu anhu i porositi me hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha isbiru, bëni tha durim, fa innehu la ati zamanun, nuk do të vjen thot një kohë, illa alladhi ba'dahu sharrun minhu, përveç se pas asaj kohë ka marrë një kohë dhe çka? Edhe ma e keqe, hatta talqaun rabbakum, derisa ta takoni Allah, do të thonë sa t'ju vjen vdekja. Edhe në fund të hadithit ka thonë sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, do të thonë këtë porosi që e një orë me marr prej meje, këtë këshill që e një orë me marr prej meje, këtë e kam dëgjuar thotë në pejgamberit juaj sallallahu alaihi wasallam. Kjo është hadithi i parë që ka përmendur Imam al-Bukhariu. Hadithi i dytë është hadithi Ibn Shihabit an Hind binti Harith al-Firasiyya أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا. Transmeton do të thot Ibn Shihabi transmeton prej Hindit, bijes së Harithit, e kjo prej Salama, një prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leylatan fazi'an, u ngrit thot një natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trembur. O çun gjomo i trembur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul subhanallah. Tha subhanallah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ilat mardhum qoftë Allahu subhanahu wa taala pi çdo të mete që i veshët atij. Madha anzala Allahu min al-khaza'in wa madha unzila min al-fitan man yuqidu sawahib al-hujurat yuridu azwajahu likay yusaylin rubba kasiyatin fi ad-dunya ariyatin fi al-akhirah. Tha reagoi, tha mas porti, tha subhanallah. Pastaj tha sa thesare tha janë hapur. Sa thesare tha janë hapur, e sa sprova tha kanë zbritur. Ajo çka e ka se për thesaret ka ulemat kur e kanë shurrah komentues të hadithit kanë thonë është përgëzime, për përgëzime njëri nuk ka nevojë mu trishtu, mu trem. Ajo çka e ka trem fitnet që i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kanë me i zbrit ummetit ti. Ajo e ka trem pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ju ka thonë men yuqidhu sawahib al-hujurat, kush po i ngrit, po i çan, kush po i zgjon zonjat e shtëpive, i ka pas për qëllim gratë e tij, se gratë i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtëpiat ato dhomat, i ka pas njëna tjetrës afër. I ka thonë Salames kush po del me i qu ato, për çka? Mu fal, me bo namaz natës. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ku dihet një e mbuluar me privilegje, domethënë, në dynja mund të jetë e zhveshur, e privuar në botën tjetër. Çka është hadithi? Tash na ka dalë kem me marr se në hadithi me shpjegu se ka nevojë për shpjegim me kuptu. Për shembull, në pjesën e fundit hadithit po flet, po thot kur dihet një e mbuluar, po fol për gratë e mbulume, u thon. E mbulume në dunja, e shpëlume në ahiret, qysh e mbulume. Po tash kem me kuptu bi'idhnillahi taala bashkarisht. Mas parti, Imam al-Bukhariu tha bab la yati zamanu illa ba'dahu sharrun min. E emroj këtë kapitull, edhe këtu del edhe kem përmend kush ka qenë menin ligjëratat e mëparshme, kem tregu se Imam Bukhariu në formën e shkrimit dhe të telifit ti, shkrimit librit, tregon fiqhun e tij të madh dhe dijen e tij të madhe. Edhe këtë dija e tij ka qenë e ndërtuar mbi bazat Kur'anit dhe të Sunnetit. Nuk ka kapitull që e ka emruar Imam Bukhariu se e ka nxjerr ose pe ajetit ose pe hadithit. Që la yati zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun min. Nuk do të vjen një kohë përveç se ajo që vjen pas saj është më e keqe se ajo. Pikojt pe hadithit që e përmendëm. Për atë komentuesi i këtij libri, Sheikh Abdul Karim al-Khudairi, çush ka thot? Thot fa sharriyatu ala sabili at-tadalli wal khayriyatu ala sabili at-taraqqi. Thot e keqja kur të përmendet, ajo përmendet në zbritje, në rënje. Ndërsa e mira kur përmendet, ajo përmendet në ngritje, në përparim. Ti e ke pa dikuj kur i ndodh diçka keq, e ke pa
ish ra. Kish ra në biznis, ish ra prej asaj. Domethënë e keqja çdo herë përmendet në ramje. E ngritje përmendet do të thotë e mira. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shiqon në këtë hadith që është në kapitulli që e ka nxjerrë Imam Buhariu, na tregon se gjeneratat, secila gjenerat që vjen gjenerata pas jetës është më e keqe se e që më e parë. Edhe na ka paralelu ka thënë khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Gjenerata më e mirë thonë është gjenerata jeme. Pastaj është gjenerata që vjen pas gjeneratës time, pastaj ata që vjen pas atyre. Do thotë sahabët, tabi'int, etba'u tabi'in. Pastaj Imam Buhariu që shtash i ka përmend dy hadithe. Hadithin do të thonë që e transmeton këtë ngjarje Zubair ibn Adi. Zubair ibn Adi al-Hamadani thot shkum thot te Enesi. Merën ku për zullumin e Haxhaxhit. Tash kur kanë shku me u rënku te Haxhaxhi për Haxhaxhin te Enesi radiallahu anhu, kjo tregon më sporti që thot Sheikh Abdul Karim al-Khuderi ka thënë për zullumin e madh që ka pas ky njeri apo. Se njerëz nuk shkojnë me anku për sendet vogla, po kur ti lodh, i tepran e lodh, dikon që thojmë na që e përmendim e pështet për muri dikon, atëraj lyp dërman, lyp ndim, lyp dikush me ndihmu me alargu këtë bela. Edhe kështu, këta janë shku te Enesi, ama Enesi radiallahu anhu që sa i beqem. Enesi nuk jepi me nere me nëzit me dha, po, Haxhaxhi është zullumqare, është kështu, ja. Hajde kemi o jep ilagjin, dhe më thonë që me i rujt ata, me arrujt mas parti, me arrujt dynjane të tyne dhe ahiretin e tyne. Edhe kjo është një mësim i madh që hoxha, djetari, hoxha, thirsi, kur ti vjen dikush me një rënkim, me mësun me e qunë në rrugën më të mirë që nuk e dëmton ato as në dynja as në ahiret. E për sot, për kohën tonë, kur për jetojmë në për fat keq, dikush se ka gojle, veç e lëshan, ban, u kryo, të ashtë të mërë, a i ka i ban ati, zarar ati, zotniz atje, ajo arë me të lip alternativ, hoqë. Nuk arë të vesh mi kalzua ban as ban. Se jënë plot rrugë që mundet e mi gjetë, a ban as ban. Për me marrë vesh, a ban a nuk ban. Pa jo arë mi a gjetë një hal, mi a gjetë një zidhje, mi a gjetë një alternativ që ai. E për fat keq për e thomë si kritik ndaj vetës, ndaj këtë shokëve të mi, në zemonin tonë pak po ka që po jonë muhallelin, dhe më thonë po jonë asi që i zgjidhin në zgjidhje njerëz dhe thonë. E kem të shëndru, vallaj, më vjen keq që për e thonë kështu, po më vjen keq që për thonë, që kena shëndru këto, po jo, ban s'ban, vallaj da shumë, thonë, ti e tonë në shekullin 21. Në shekullin 21, këtë djali që dënë më bo musliman i mirë i shekullit 21, do me marrë hisen për dinit ti, këtë dënë me jetu si musliman, a vëtan. Mas leti o me kalzu, a ban as ban. Që ata edhe kër e kam pyet një prej selefit, kanë thonë kush është faqi, kush është ai që e ka kuptu fen, kanë thonë faqi është ai, nuk është ai që e kalzon halal dhe haram. I atribuohet kjo fjalë Sufjan e-Thaurit. Sufjan e-Thaurit i kanë thonë kush është faqi, kush është ai që e merr vesh fen, e ka kuptu fen. Ka thonë nuk është ai që kalzon haram edhe halal, që kjo faqi. S'është ky faqi, ka thonë. Faqi, ka thonë, është ai i cili njerëz kur të vinë me pyet për një çështje, ai ja jep alternativen brenda halalit. Shumë e rëndësishme kjo. Shumë e rëndësishme kjo, me ja jep ti alternativen. Ama jo për fat keq që shpëndodh, apo thon, shpesh ndodh, ka pene apo në mitus Allah. Imitus hesapi, apo thon. Na nuk kena nevojë për imitime, edhe duhet me dalë për këtyne fasadave, unë i thomë shpesh edhe fasadë, duhet me dalë vetvetja më konë. Se Zoti ka lyp pej neve në me qenë sinqert. Në çka? Mukhlisin e lehuddin. Dini me pas sinqert, na për Allah me bo punë, apo thon. Jo për më dokun e mirë te ti. Me të pëlqy ty përgjigja me ty, apo thon. Po çka më bën fajde mu nesër për Allah subhanahu wa taala, atë pëlqen ty përgjigja as të pëlqen përgjigja jeme. Të pëlqej mirë, ose të pëlqej ajo që kam bën dobi mu nesër para Allahut është nëse kom thonë të vërtetën, të kom afru të Kur'anit, të sunneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që kjo kam bën dobi nesër mu para Allahut. Për ndryshe, se është bën një farë, po them kushtimisht një farë
si një farë mode. Veç me folët, veç falat. Nuk ka qëllimi, vallaj bilaj, qëllimi që ty në ligjeratave, unë qështu e kom perceptu këto dhe e kom kuptu. Qëllimi ligjeratave nuk është me dalë me folë si papagall. Veç me kallzu ose me dalë me kallzu gjematit sa po diune. S'kam nevoj me të kallzu ty sa diune. Sa e për fundit është me smehe dhe zotit tem. Dobia ku është me dalë, me të urdhnu, me një punë të mirë, që ajo punë e mirë ka me të qunë gjennet. Që shtoj ke Sheikh Yahya hafidhahullah, në thë një hoxhin me dine atje, tash kur isha bashkë, kur e kom ndërprej dersin para Ramazanit, jem konë bashkë qatë ko, isha në vizit të hoxha me pa, edhe më tha, qëfar fjallet madhe më tha, nahnu nutajir me Allah. Tha na bëjmë tregti me Allahun. Pasha Allahun, ka 2 muj gati u përbohet, më sillet në përkok kjo fjallë e hoxhës, sa fjallë e madhe. A di që të me thonë me bëjmë tregti me Allahun? Me i këshyr punët, veç punët që i kënaq Allah, me kënaq Allah. Mos me këshyr onash, që ka bohet në përreth. Se neve shpesh herë na merr energjin, na hup energjin, sende që kanë ndodhin anash. E harojmë për ato që kanë kuj na nis. Ti nis për xhennet o i dashur jam. Ti do me hin xhennet, ti s'ki vakt mu marr me ato e me këto e me atjetrin, se jeta nuk ka 2 herë jeta në dynja, 1 herë është ato. Ama ato duhet me jetu me dignitet edhe me jetu në formën më të mirën që Allah subhanahu wa taala ka kërku prej neve. Shësha Enesi tha këta Zubair ibn Adi, tha rënkum të Enesi për zullumin e Haxhaxhit. Çka ju tha Enesi? Isbiru, tha bani sabër. Bani durim. Tash sot, pasha Allahun, po thon tash unë kush më një mirë e den, unë s'di me fol kështu me kthesa. Si t'ja nisi me fol me kthesa, më kur thehet guha. S'di. Hama jo ndonjëherë sa ti kur i thosh, a pututesh, po jo pse s'putut nëse ndoshta ty gjbërnoj sa kam guxema auton po. Më të ditë realitetin, më të ditë ku i kom qit komt, e di edhe komt e mia sa mbajnë, e di edhe komt e tuja sa të mbajnë. Kështu që ban sabër. Wallahi, mbajnë në mend dashurit e mi. Që çfarë thot hoxha? Ai që i ndihjon dietart. Po flas për dietart e vërtet. Nuk po flas për ata domethënë të cilët e kanë përdorin fen mjet për me arritë qëllimet e tyre. Jo. Unë po flas për ata që dijen e kanë përkthyn frikë ndaj Allahut, që kanë thonë plot piseleve, kanë thonë el ilmu khashya. Dija është frikë. Nëse dija nuk ta shton frikën ndaj Allahut, nuk ti bën dija jote me mod veprimet tuaja në jetën tënde, dije që dija se të lën shaj. E unë po flas për ata dietar që elhamdulillah ummeti i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk është pak si dietar. Dietar duhet me ndëgju, sikurse rasti ku ka qenë, rast praktik. Janë shku me pyet Enesin, që ka thonë isbiru, ka bënë dorim. Sot kur të ndodhin do ngjarje, ndodhi që na ndodhin neve, me bo me i vetë, do kanë me nërë thejnë, me jurësh, po tani si e ki pasi qajin, fillim i nëzet shumë, po të e lonë, të ndet, ftofe, tani spijet ma. E qështu do si qaji jonë, në fillim janë shumë të nëzet. Me bo me kap në qatë moment, me prek të përvlan. Ama vesh me bo me lonë, pak me ndet, e ftofet me njerë ftofet. A dhe këtu eshe seriozitetin, dhe më që na mungon serioziteti në punë tona. Tha, isbiru, bëni durim. Bëni durim në zullumin e Haxhaxhit. Unë thash çka ka bëu Haxhaxhi, oj dashur jam. O shku e ka marr Said ibn Musayyab. E ka torturu Said ibn Jubairin. Said ibn Jubairin e ka vra. Njeri në fundit që e ka vra Haxhaxhi është Said ibn Jubairi. Para ti ka vra plot. Ama të fundit që e ka vra është Said ibn Jubairi dhe Said ibn Jubairi i ka thonë ti po ma shkatron dynjon teme, unë kam ta shkatru ahiretin ty. Edhe ka bo doa para se mja hek kokën, ka thonë, o Zot, tjetë gjoku, jem gjoku i fundit që e dirtë, mos ja bën nasib mo me dirtë gjak. Edhe thuhet që s'ka mujtë me mbyt mua gjali. Bilem, me marrë me këshu tergjemen atë historikun edhe jetë shkrimin e Haxhaxhit, përshkruhet që në momentet e fundit tjetës është qmend. Është qmend. Pse o qmend? Se e ka dirë gjakin e një wali min wali illa, për një për dashurët Allahut, që ka thonë Shekull Islam, thot Ibn Taymija të rahmetullah alej, thot, nëse djetartë si janë evliat të Allahut, s'ka evliat.
Nëse djetarët si janë evliat e Allahut, atër evliat s'po ekzistoj kanë. I tash ti para mendoj, një Said ibn Jubayr, la ilaha illallah, atë çfarë, atë sonë pasha Allahun, shpesh për në pej, ju thom aty në xhamin teme, në ligjëratat me vllaznit drini e dini ta. Shpesh ndalën thom na se në halot vetdijshëm kanë kur i përmendim do fare emna. Po u donë me thon, por ma në pej atë kena çebaba të mira, qyse pesën i çifte. Jo, ma të si të fol për çifte çebaba. Ti e ka fol për njerëz që këtë jetën e tyne kanë pas me marr ajetin kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin me përkthim praktik, me thon kush është ai që tajon ata që Allahu ka thon thuaj namaz jam, kurbani jam, jeta jam, vdekja jam, e tëra për Allah, që tajon që i kanë përkthy ajetet në praktik. E tash na kur flasim për ta, si me thon Ernest Goga, si me thon Said ibn Jubayr, jo mos është njëjtë, jo rabbil Kabe, jo pas Zotin e Çabës është njëjtë. Veç me t'hi mendja, veç me t'hi mu krahasu me ta, kjo është devijim. E disa pej neve, zë volit, vallaj, ti kap, ato e bo luftën, ato e bo garën me Said ibn Jubairin. Ai mëndon, po realisht ajo të e bo me dikën tjetër, sa i shejtani lanetullahi, e përshtil, e ka dirë gjakin e ti. Kur e ka dirë gjakin e ti, thuhet Haxhaxhit i ka ardhur non stop i ka thonë, he keni gjakin për tokës, apo që se keni fshia, ju thash me fshi. Ka thonë, nuk ka marrë gjak. Dhe sa thunë, domethënë i ka ikmendje e ti prej, e kanë zonë duaja e Said ibn Jubairit, edhe këto është një mësim dashurisimi që me pas shumë kujdes me pas. Pasha Allahun, unë e mërzit në fort. Që tash, me thonë ti mu hoqë, më bojnë si qartë, apëtë që thënë me hek dorzat. A ki gjera ty që së të pelqenë, që kërë ndigon për filonit e fistekit, po disot, pasha zotën të killi krejt, po këna si sa kom. Po Allah së më ka dërgu mu, pe loqit pejes, me dalu në atje dhe mi anis mi au preteshat njerëzve. A kom e më vetë mu Allah që ka bo X edhe Y? Jo, s'kom e më vetë. Allah kom e më vetë për rënesin. Kjo në raport musliman, po kërën raport me djetartë, sot ka djemë të ri, në TikTok aty nëzehet qaj, që shtash avdan, nëzehet qaj, pe TikTokit avdan, kjo dalën model, kjo është munafik, kjo murgji, kjo khawarej, kjo këse, kjo ase, ama një rabbi thush, këta e kanë do një detektora, avdan me detektora, i këpaj detektori, kur dënë ka lloj detektora për shembull për hacker e gjenë me një herë. Mamën Allah i dash, mamën mos e shkatro veten. Wallahi billahi kush i shan dietarët, kush fol për nderin e dietarëve, wallahi veç duhet më aprit dakikin e devimit. Ose ka me ardh dikush ka me këshillu, ai ka mu pendu, ka me ndikesh ardhje, e ka me kërku falje për gjunohin që e ka bo, ose nëse vazhdon në ato, veç në gjeja, e ki pasin në boks aty, e ki pa kur të qetë dikush në kaota, veç janë gjej. Veç në gjej se ki me po. Fa kon bashallah, pi vllaznive të mirë, ka gjeru të honet tejte, si ka ik namazi me xhamadhve. Gitti, na pe jonë thojmë. Shka i hupi, lëshoj toka, se egzistan. Ko? Po ka dole, mara, se fol për Bimbazin, fol për Uthejminin, për Shek Albani, mara do. O vlaj, aje ka kalu krejt jetën e ti mbi liber. Na nuk po dojmë i buk të shejtë, se na se na dërvisha. Na dërvisha s'jena. Na nuk jena më hypat të ne. Ata dërvisht i ka na pëdojnë më hypat. Na jena më hypat kërkujna se na. Na jena më hypat veç Muhammed Mustafa s.a.s. Po, na jena dërvisha nëse fjallën kuptimin e drejt dërvish i Rasulit a.s. Po, pasha zotë. Edhe kjo sharefa për ne, nderë është për ne. Ama i dashur jam avdan, deli shan djetar, fol për djetar avdan. Jo, s'pethojnë hakin, jo, pe kalzojnë, qërë vllazni që ka të bo, pasha Allah, kjo është qëtësus avdan. Edhe po du me, tash dikush, thot, që ka ndalë, po ndalë nëse e shaveten obligim me i thonë vllazni. Qëto fjallë, kush donë me i marë, për veti e ka, unë e kry obligimin tem para Zotit. A përshenin ndodhit e fundit që në të ndodhë. A e në nxarja. Ka njës vllaznit tanë me qitë dëshim shijat, a jonë musliman, as jonë musliman. Aman, ja, Rabbia Kerim. Që shejtani lanetullahi, ama kjo të kalzën se këta s'kanë marë erë. Akidja ka erë, ta akidës ehli sünnetit erë si kanë marë.
e qet e konteston, vjen të e kontestu se Rafidat musion hak. Dalin i thonë si piçpirika. A u dhanë, delët gjallort, s'ta kishin kallzu leve drejt. O, Rabbil Kabe, unë jam gjendje mubahele me bo. Mubahele jam se cilin me bo me ta, sa o gjallort e ka kallzu hakin këtë puna. Po ndikush që i shonë sahabët e pejgamberi s.a.s. akuzon nanat e besimtarve. Vetë bremere, po tash atin ka njerë, po thonë, subhanallah, mu konë si me ne e pa Allah një mundësi me pas me ta instalu. Atin si kurse një farë programi që ta instalu në telefon, me ta instalu gjuhën arabe, e me thonë, hajde ullu me mu qëto, shkryj që shpat të mëne, hinë këshër edhe ndigojti, me veshtu, s'ki nevoj me mdiguti mu. Hajde del bëndo, thot, ja Rabbi, nes'eluke, bi haqqi Fatime, wa beniha, wa ba'liha, aja, akhi, wa ebiha, thot, o, zot, po të lutem ty me hakin e Fatimes, të fmive të Fatimes, të burit Fatimes, ja Allah, pësha pelodh mërë rrugën. Ai po thot, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kur robrit e mi lutën, më lutën, unë jam afër, që më rëdu dhe, o ja Allah, s'ki nevoj, as me thonë, as për hakin e Muhammedit, s.a.s. as të Fatimes, as kërkujsës vetë, sahabët s'kanë bobre kështu. Apo do më boti ma i meqem se Ebu Bekri, se Omeri, se Othmani, tjetëri. E tani dikush marrë me na diskutu që ta, a jonë musliman, as jonë musliman, a kanë betë në islam, as kanë betë në islam. Jo, tha, gazën jonë të embrujt veç këta. Allahi, këta janë shkatrus të gazës. Kush ka menda, po Allahu na rujt për njerëzve të këshi. Tha, fa inna u lajeti alejkum zamanun, tha, bëni sabër zullumit Hajjaji, se nuk do të vjen, tha, ndo një kohë, veç pasi ajo kohë që vjen pasaj, do tjetë edhe ma e sherit sa ajo kohë, deri sa të takoni zotin e juj. Pastaj pejgamberi s.a.s. në hadithin tjetër që e ka përmend, edhe që është hadithi i fundit i këtij kapitulli, thot, Ummu Seleme na tregon, thot, unë ngrit pejgamberi s.a.s. i trembur. Unë ngrita i trembur dhe tha subhanallah. Këtu mas partit dashurit e mi, ulemat kanë thonë, pse pejgamberi s.a.s. ka thonë, menjer subhanallah. Ulemat që kanë thonë. Kanë thonë se pejgamberi s.a.s. kur ka thonë subhanallah, kjo na ka mësu pejgamberi s.a.s. se kur të shohim diçka sende, edhe që na gëzojnë, edhe që na hidhërojnë, do të thonë subhanallah. Me qa? Se kjo është të zbih, me bo të zbih Allahun. Fjala subhanallah, ti pe e bën të zbih Allahun subhanahu wa ta'ala, pe e madhran Allahun subhanahu wa ta'ala. Po thush, o Zot, je i pasër për çdo të mete që ka po të mveshët ty. Pastaj tha, pejgamberi s.a.s. ka zbrit, tha kanë zbrit, tha plot thesare. Të kjo këtë pjesa kanë zbrit plot thesare, fjala khazain, që është për qëllim gjuhën shqipe thesare, kur të flitet, apo kur të përdoret, e ka për qëllim, do të thotë mubeshiratet, përgëzime, të mira. Pejgamberi s.a.s. i ka pa dhe të mira që kanë mizbrit këtu ummeti. Po e ka pa të njëjtën kohë dhe fitnet që kanë me izbrit, e mbas kësaj ka urdhë, ka thonë, kush për i qanë, ka thonë, zonjat e dhomave, që është për qëllim gratet i, me falë, me bo namaz. Ulemat kanë thonë, pse pejgamberi s.a.s. që shka thot Sheikh Abdul Karim al-Kudari, thot, el muradu bi dhalik, qëllimi, kur i ka thonë pejgamberi s.a.s. ngritin i zonjat e dhomave që të falen, është qëllim, thot, يوقظهن للصلاة الوقوف بين يدي الله في مثل هذا الوقت الذي استيقظ فيه النبي كأنه في وقت النزول الإلهي ليودهن شيئا من هذه الخزائن. Thot, i ka thonë ngritini zonjat e dhomave, se ai është një moment, thot, kur o ngrit pejgamberi s.a.s. është momenti kur Allah subhanahu wa ta'ala zbret në qiellin e kësaj bote. Edhe me marrë diçka prej këtyne thesarëve. Përshet tash, këtu është një mësim tjetër, do është na, po thomë, vallaj bilaj, Zoti na falë të na drejtoft, të na bof për të mirëve, ka për i neve, dikush në është arrin deri një ndëre, na, thonë, Zoti e din çka bën. Ai be punë të veta, thonë.
Ama në fund bjen flena, si bjen mend, mu që më dhe këta beve që ti falin një 2-3 shatë që të për Allah subhanahu wa ta'ala. Allah e ka zeke Shek Jahja, tash kur kesh, e kom përmend nëse zgaboj edhe në dersin e kalum, nuk e di e kom përmend, të ndoshta e kom përmend në xhami tonë, nëse e kom përmend, ju kërkoj halal. E ka pranu një japonez, e ka pranu islamin. Edhe kur ka pranu islamin a japonezi, ky Medinasi e ka thirrë musafir në Medinë, ka thonë je musafir jam në Medinë. Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe kur janë anë Medinë, i ka thonë ky Medinasi musafirit, ka thonë, qëre ka thonë, si me thonë, në 4:10 thirë zoni i sabahit, në 4:30 hin farz. Ka thonë, diku ka ora 4, më uquti bën mira, vëllotan. Që ka këthi përgjigjen? Ka thonë, qësh ka thonë, ti në Medinën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një pjesë të natës flena, në pjesën e tretë natës nuk qohësh më fala. Allah mu që kjo, kur plot raste keni edhe që keni ndip, mu po mundojnë kur po ndi, kur po hin tjertë në islam, po vjen i nati, po thonë në aspektin pozitiv, i natë pozitiv, po vjen i nati bura i dejt, jetë shaferë, më shkrek, bas 2 ditëve hen janis, agjeran tonë tejte, i ditë të bardha, falë namaz natës, mëson Kur'an, 1 vjet 2 e bën hifz Kur'anin, na Allah, që 20 vjet falet, hala gjuzin amme se kanë su. Që 20 vjet falet, hala si shkon mendja, po ka të elbet sot e huna, hajtë po në gjënej se sot është net me në gjilu. A që kjo realiteti një pjesës të madha, aso që kjo është realiteti për fatë keq. Ama, shqyqa, pejgamberi s.a.s. i ka qu gratë e vetë. Pejgamberi s.a.s. ka pas wajib namazin e natës, ama gratë e vetë se kanë pas wajib. Ulemat e kanë jep edhe një komentim tjetër kësaj. Ka thonë pejgamberi s.a.s. i ka qu pse, kanë thonë kohë të fitneve, që ka shumë është e madhe. E nëse na nuk jetojmë kohën e fitneve, unë për veti për thonë, qëtar publikisht për thonë, unë s'pas ko marrë vesh a fitnja. Ulemat kanë thonë kohë të fitneve, nëse dënë më rujt për fitneve, aleke bi qiyam il-lejl. Fale namazin e natës. Unë e di tash dikur thotë, po ka dalë brëhoq se na kena plot në sabaz dalim me falë sabahin xhami. Ti po thosh me falë namazin e natës. A ke Ramazani çfarë ofër? Ai keni pas xhamia të mbushme në Prishtinë këtu në sabah jo. Besoj që po. Edhe në pejken a pas. Ama jonë të mbushme edhe tash mbas kësaj, këtë len me dëshiru. Ta shtë të thush që ta që në Ramazani mbushin sabah xhamia, ta së është i neti Allah, edhe i Ramazani dhe i Shawwalit. Për atë kush mendon i dashurim se haki Allahu të mbaron me mbarimin e Ramazanit, ai ka gabu shumë. Haku Allahut nuk mbaron kur. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Zotin tënd derisa të vjen vdekja. Deri në vdekje s'ush mundon. Ramazani është një shtymje. Ramazani me ta jep një refresh, me të kallëzu se ti mundesh. Ama, nëse dënë më rujt për fitneve, thëke Shënkiti, Muhammed Mukhtar Shënkiti, hafidhullah, Allahu e rujt, kur filla namazin natës? Se na dhe kena nevoj, edhe qëto kena nevoj mi trajtu. Disa kujtojnë, po, pjesa e tretë e natës o pjesa me e mirë namazin natës. Ama namazin natës fillon i dashurim edhe mbas me njëherë në bas jacis, si të falet namazi jacis, si të kryet namazi jacis, fillon koha namazit natës. Ti mund është edhe në xhami me njetë namaz natës, qatë të ku e ki falë farzin, qohër bismillah, e bën njetë për namaz natës, falë sot dush, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 50, sot dush fali. Ama fali me njetë të namazit natës, edhe fali me njetë qëto, që kanë thonë ulemat, nëse dënë më rujt për fitneve, namazit natës ka me të rujt. Se namazin e natës s'mundet me bojë gjithkush. Munafiki s'mundet me që namaz natës. Pasha Allahun jo. S'munden me që munafikat. S'munden. Namazin natës është veçorie, veçante. Rob vetëm që ta që e ka thonë pejgamberi sa kur e ka pat ondrën, e ka pa një ondër trishtuese Abdullah ibn Omeri, i ka shku motrës vet Hafsës, radiallahu anha, i ka thonë shko vetë pejgamberi sa Hafsa gruaja pejgamberi sa Çka i ka thonë pejgamberi sa ni'mal abd Abdullah. Buri mirë, ka thonë është Abdullah. Po sikur se kesh mjanis me fal namazin e natës, edhe më i mirë. Thot Abdullah ibn Omeri, piçe kom di Resulullah sallallahu alaihi wasallam të thonë, ni'mal abd Abdullah. Buri mirë është Abdullah, po me fal namazin e natës, kërë më bëda më i mirë, kur se kom lënë namazin e natës. Seriozitet.
Seriozitet, jo, na bojmë zhurmë, gjami falë 8 recata 20, unë i ku thotë dersin e galumë, ku jo që ta 8 shatë 20 shatë, shëptu i po. Edhe i ku thonë, gjami i ku thonë, nuk ja lejoj vetës me diskutua, du të mi falë 8 20, di pse? Se këto halo farzët që në të i kry që është duhet na me diskutu me ta për sunnete. Kry farzët një herë, kur ti kry farzët, dikush mund të me thonë kjo është arogancë, nuk është arogancë kjo. Kjo e kini njeri që jo i pa edukum, du të mja kalzu vendin ku e ka. Ti që s'del me falë sabahin me gjemat s'del autan. Nuk du të me folë për to meseli, unë që shtu mendoj. Edhe vallahi jam gjendje, gjdo hoq, dy njeza, me polemizun këtë qështja. A se falë namazin e sabahit me gjemat, si falë sunnetet e namazeve, këto muhabetet e Ramazanit, vallahi loksion. Se na që këna bo Ramazan, si mu pakon taravit, mu kon fars. Ajo sunnet i fort. Pejgamberi sa 3 herë i ka falë, 3 herë i ka falë pejgamberi sa në jetën e tij. Veç 3 herë. Sot dalë më shumë. Ama na e bojmë namazin e taravis, se ta ka shku, po si këshill pe epi, se kom thonë Ramazan s'do me folë, po folim mas Ramazanit. Na e bojmë taravit për me i shfry i natët njëni me tjetër. Valla për du me i falë 8. Falë për 8, Allah i dosh, mos i falë me zhurmë, mos i falë të e në nëshmu tjetërën. Ta shau në sunnetin që jetu e praktiku, ta shon praktikën tonë dhe njetën tonë dhe të përzishme edhe mas Ramazanit. Pasaj dashurit e mi, pjesa tjetër e hadithit, edhe e fundit edhe e përmbëllëm, është rubba kasiatin fit dunja, ariatin fil akhira, që kjo shumë vallaj më ka mundu. Pasha Allahun, që kjo pjesa e hadithit, më ka mundu të e përgadit. Se na për fat këtë shohim plot, në kohën tonë, bilem qash në u kanë bo disa motrat tona s'po kanë tërpa dhe në për TikTok apo dalin, i bret ju në të jep. I bret pasha Allahun, po. Dele a i reklamon tesha, thush ti këto, nana tona, motrat tona, ato s'din qka Diori ato tjera. Dinam ato qka Dioroti, emet Allah, robresh Allahut. Po Diori nuk du të me ble për me ju dal halë dhe me ju kalzu Diori, po ja kalzu burit tonë, nëse ki je martume, ota. I bret dhe a i një të e po, që asë një të e po këta. Pejgamberi s.a.s. ka paralemu edhe për burat e tëre, edhe për to. Që që ka thonë në hadith pejgamberi s.a.s. thot në fundin e umetit tem, fi akhir zaman thot. Do të ketë bura, dikon, që do t'i ngasin mjetet e udhëtimit për kerët zamonit tanë që po folim, i ngjasojnë samarit kur ulet njeri në samar. E po samarit që është i kalit edhe i devese, i ngjasojnë. Ashtu thot i ngjason. Thot do të vinë, do t'i lidhin, thot, do të zbresin, thot, me makinë, do të tash në pe këtham, nuk ka thonë me makina, do të ka thonë makina, se s'ka pas makina në këtë pejga, do të zbresin, thot, me mjetet udhëtimit tëre të dyrt e xhamive. Gratë e tyre do të janë, gratë e tyre do të janë të veshura dhe të zhveshura. Dhe në kokat e tyre do të jenë si gungat e deveve. Ku të ishin e ato malkani sa të jenë të malkume. Të pas gajle këtë punë. Një hadith tjetër ka thonë, për burat e vetë ka thonë, kolubu shejatin. Zemrat e tyre ka thonë si zemrat shejtanit. Wallahi, ai që e bën kabull me elon grun e vetë me dal në TikTok, me e qit ato që ka zote e ka ndalu me e qit apo, wallahi ai ka zemrat shejtanit. Kofsha une, kush do kofta ja. Se e vërteta haku du të mu thonë, se nëse nuk e ndalim na që tash, ku që kena me pa në fëmit tonë. Se ai kur të shenë nonën e vetë të e reklamu, kejtë trupin e saj në TikTok, që përë që ko me dalë qika? Ko me dalë, ko me ngjasu Fatime, sa? Aje Fatime, radiallahu anha, kur o dek, do shurët jenë parë se me dek, kalon vasije, i kalon Alisa, radiallahu anha, që i kalon vasije. Kalon kur të më qefinasni, mbi tabut, ma qëtë një dhe një tabut tjetër, mos mu pa trupi. Ja Allah, o Fatime, bia Muhamedit, qka omërë me këto bia tona tuja që i kikdej, që i tojnë vetës jena muslimane, me shami, që piktur piska. Piktur piska. Allahu na përmisoft, ja Rabbi, na falt, ja Rabbi. Se këtu ko përmen hadith dashurit e mi të rubba kasiatin fi dunja, ariatin fil akhira, qëllimi qka është në këtë hadith, thot dveshura, ato e në dveshura me tesha.
Po ato tesha që i kanë vesh, ato tesha nuk janë për pëllshmëri me fejnë e Zotit. Po të zbrazura të në ahiret janë të zhveshura. Do më thonë, çfarë kuptohet? Të zbrazura në dynja pej sevapit edhe në ahiret pej sevapit. Qëllimi i mbulimit avretit çka është? Me që urnën e Zotit. E kur të qënë urnën e Zotit, çka ka? Ka sevap në atë punë. E lutja Allahun subhanahu wa taala që Allahu na bëj qelë sa që i hapim dyert e hajrit e i mbyllim dyert e sherrit, ku ja kem qellu për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për mjet e shejtanit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.